Dhe në besi, o hajni Shkodrës, sot nuk jetë unë prit, ko marrë me gjithë tha burra këtu, kupton, për me taku ty. Po me gjithë atë s'ka problem, kom taku këtë hajnin tjetër. Këtë hajnin tjetër, që unë e kom kushurinin tim, që ka marru 2 fakultete shkëlqyshme me gjitha 10, edhe ti ma ke morë, ma ke pru drejtor në bashki, i ke mësu këti burri se si të vjedhi. Dhe ky ka qenë talentum, ky Mariani jem, sa me thonë drejtën, i ka thonë venin drejtore dhe të ashti po donë me ma bot deputet. Po donë me ma bot deputet të Tukagjinit. Shumë faleminderit që keni ardhur për me një gjuhë këtë bisedë që unë po e maj për këtë lipshën tim, që ju e mbështesin që të gjithë, dhe juve ju kam një pas e një të gjithë për Tukagjinit, por unë du me da në përmjet jush një fjalë me gjithë Shkodrën. Dhe du t'i them gjithë Shkodrës në përmjet jush. Po si ka mundësi që ju kam shel Zoti sytë e ballit? Po si ka mundësi që ju flisni ato që ju nuk i shikoni, dhe ato që ju nuk i ndjeni, dhe ato që i shef gjithë bota, i shef gjithë dynjalliku, ju nuk i shifni, dhe ju nuk flisni. A dini me ma spjegu këtë punë? Si ka mundësi që gjithë opinioni publik, sidomos në veri, ku mbështetet më shumë se sa kur partia komuniste, me sekretarin e partisë, të gjithë njerëzit flasin ato që nuk shojnë, dhe nuk flasin ato që i shef gjithë bota. Si ka mundësi kjo punë? Si ka mundësi që Zoti i kam shel sytë e ballit për të pa që ky djalë që ka ardhur prej Tirane, që s'ka pas nevojë për me sakrifiku jetën e vet, se ka qenë si zotni në fond zhvillimit, duke zhvillu rrugë, duke zhvillu shkolla, duke zhvillu mirëqenie për fëmijët, për gjithë Shqipërinë. Erdhi Shkodër Beneti, erdhi Shkodër. A ka boni punë Beneti të Shkodër, apo vetëm ka vjetë? A ka boni punë? Ka boni punë? Po mirë, këta njerëz, a e shofin që po hap hyrjen e Shkodrës? Po mirë me këta njerëz, apo shofin që po kthen traditën? Po mirë me këta njerëz, apo shofin që t'u bë rrugën e Tukagjinit? A shofin as e shofin? Më thoni sa vjet ka që i shkatrohet veriu, me Lezhë, me Mirdit, me Zadrim, me Shkodër, me Tukagjin, me Malësit Madhe, ka 1944 që shkatrohet në mënyrë sistematike nga komunistat. Dhe ka 2 vjet veriu, që i kam pruj kryetar bashkije këtu, kupton, që do t'i kthej dignitetin Shkodrës, do t'i kthej ftyrën, do t'i kthej bibliotekat, do t'i kthej artistët, do t'i kthej njerëzit e pasionum, njerëzit e talentum, për t'i kthy gëzimin këtij qyteti. Shifeni si jeni, gjithë ka 2 metra, gjithë djem 3, gjithë djem për smari. Po si ka mundësi këta politikanë që na përfaqësojnë ne, veriun, dalin me zë dhe me figurë, dhe mund t'i thonë Benet Besit, djalit Bariut, një personalitet, hajnë, si mund dalin me zë me figurë, për të marrë vota politike? Turp për të gjithë ju, dhe turp për të gjithë ata njerëz që nuk dalin këtë herë, t'i japin votë kundra komunizmit, edhe kundra të vetmes parti, dhe kundra të vetmit njeri që e ka shkatruar në mënyrë sistematike këtë vend. Tashi, ky është Mariani. Mariani prej Tukagjinit. Dhe ata Tukagjinësit tonë që kanë zbrit dhe kanë rënë Shkodër, rreth 70%, 80%, dhe këta qytetarë të Shkodrës i kanë respektu, i kanë integru, duhet ta kthejnë edhe herë menjen tek gjaku i vet, duhet ta kthejnë edhe herë menjen te tradita vet, duhet ta kthejnë edhe herë veten te ato që i ka thonë parvet vet, për ta mbështetur këtë djalë. Sepse është i pari djalë nga Tukagjini që i bashkangjitet këtyre njerëzve që duan këtë vend dhe që duan ta çojnë këtë vend atje ku e meriton. Mos harroni, 500 vjet ky vend duke vrapu drejt Orientit. I duhen 500 vjet t'i veni që të rikthehet dhe të shkojnë në Oksident. Ndërsa tashti ne e kena fatin e madh. Fatin e madh të kohës, por mos me humb trenin edhe për shku atje në Oksident ku e kemi venin. Ku na kanë folë stërgjyshit e gjyshit e baballarët e të gjithë. Kështu që rroth Shqipëria, edhe po ja jap radhën me folë edhe këto 2 fjalë, se unë s'maroj deri nesër mjes duke shajt forrat komunist. Folë 2 fjalë. Është momenti
ashtu siç është një zhvillimi në Shkodër, ashtu siç u vën shehat edhe në Dukagjin. Gjergji ka qenë një prej atyre iniciatorëve me pa rrugën e Dukagjinit. Është momenti që tonë bashkë, Dukagjini, Shkodra, Malësia Madhe, Puka, Forshaci, Vaudes, votoj Partinë Socialiste, votoj numrin 5, sepse Shkodra nuk ka kohë me humbë. Shkodra do të transformohet e do të zhvillohet. Në Zotin, marrë në shtiqin. Ta se më gasmoj edhe ky Shaljani jem, lutem vetë shafrohu pak edhe 2 fjalë du me thonë. O vëllezërit e mi, cili e gjyqsoi ato maja Dukagjinit? A gjyqsoi Turku? A gjyqsoi Shkjau? Që kur aty në burrave të shalës i marun fishekt, kapën gurat e tu i vra me gur, cili gjyqsoi? I ka gjyqzu komunizmi, horrat komunist, masi i kanë vra, i kanë thyarë kokë të parve tanë. Shu që në qoshi burra, e qoshi Dukagjinsa, e qoshi shqiptar, qoni që të gjithë pesh, e votojni këtë djalë për të na çuar në Europë. E mos u bëni oportunist me të keqen, e me këta horra që ja ka shkatru këtë vend.